Në librin e tij 7 zakonet e njerëzve më të suksesshëm, autori Stephen Covey na prezanton me një parim tepër të rëndësishëm, atë të proaktivitetit përkundrejt mentalitetit të viktimës. Dhe sot dua të flas pak për këtë, çfarë do të thotë të jesh proaktiv dhe çfarë do të thotë të kesh mentalitetin e viktimës, dhe se si këto ndihmojnë ose sabotojnë rritjen tonë personale. Por dua ta lidh këtë si një shembull praktik me praktikën e reflektimit personal, të cilën e kam prezantuar në videon paraardhëse. Ju mund ta gjeni atë në profilin tim. Po në këtë video unë ju prezantova me një ditar që kanë dizenjuar vetë dhe përdor për reflektimin tim personal dhe një grup të thjesht pyetjesh që kaloj përmes tyre në fund të çdo jave, ndërsa vlerësoj çfarë kam lënë pas dhe planifikoj për javën në vazhdim. Ka një seksion këtu, të cilën e prezantova herën tjetër, që ka të bëjë me vendosjen e prioriteteve. Dhe kjo është pjesa ku unë kaloj kohë për të vlerësuar ato prioritete që kam vendosur për javën, që lash pas, dhe të shikoj nëse i kam realizuar ose pse nuk i kam realizuar. Dhe tu na vjen në ndihmë mentaliteti ose parimi i të qenurit proaktiv përkundrejt mentalitetit të viktimës. Të qenurit proaktiv kërkon gjithmonë për përgjegjësinë personale. Pra, çfarë kam unë në dorë të bëj? Çfarë mund të kisha bërë unë më mirë? Kurse mentaliteti i viktimës shikon së jashtëmi dhe ja hedh fajin rrethanave ose dikujt tjetër. Për shembull, le të marrim një shembull nga jeta e përditshme. Le të themi unë kam një takim pune dhe arri me vonesë, sepse autobusi erdhi vonë. Mentaliteti i viktimës thotë, unë arrita vonë sepse autobusi erdhi me vonesë. Dhe kjo është e vërtetë. Autobusi ka qenë vonë, nuk jam duke gënjur. Por mentaliteti proaktiv thotë, unë nuk e planifikova mirë kohën, nuk mora parasysh që autobusat në lagjen time vinë me vonesë, ndaj duhet të kisha dalë 10 minuta para. Shpresoj që mund të dallonin ndryshimin mes të dy mentaliteteve, sepse mentaliteti i parë, ai i viktimës, nuk na ndihmon që ne të ecim përpara. Nëse ne gjithmonë fajsojmë rrethanat e jashtme ose njerëzit e tjerë për gjëra që nuk na kanë shkuar mirë dhe nuk i kemi arritur, atëherë nuk do të rritemi, por do të mbetemi në një nivel mediokër. Kurse kur ne përqafojmë mentalitetin proaktiv, ne marrim përsipër përgjegjësinë tonë edhe shikojmë çfarë mund të bëjmë ne më mirë, në mënyrë që ajo që duam të realizojmë mos jetë thjesht në dorën e dikujt tjetër, por unë kam gjithashtu një pjesë aty. Siç thash për shembull herën tjetër, unë do planifikoj që të dalë të jem te stacioni i autobusit të paktën 10 minuta përpara. Ndërsa shikoj le të themi oraret e autobusave, cili është trendi i zakonshëm. Çfarë është e zakonshme? Le të themi nëse ato arrin 10 minuta ose 15 minuta vonë, në afat gjatë mund të mësoj pak a shumë si shkon trafiku ose orari në orë të caktuara të ditës dhe unë mund të planifikoj më mirë në mënyrë që të mos të jem, le të themi, viktim e trafikut ose e orarit jo të rregullt të autobusave. Gjithashtu, planifikimi dhe proaktiviteti rrit edhe qenien e shëndetit tonë mendor. Pse? Sepse duke qenë produktiv, ne ndjejmë një sens përmbushje dhe gjithashtu ka një dallim të madh midis të qenurit viktim edhe proaktiv. Viktima ja vë fajin rrethanave ose personave ndaj të cilëve nuk ka kontroll dhe kjo shton ankthin. Ankthi është një emocion që prodhohet ndaj gjërave ndaj të cilave ne nuk kemi kontroll. Kurse proaktiviteti rrit konfidencën tonë, bën që ne të marrim kontroll dhe të shikojmë pjesën që ne kemi në dorë dhe kjo rrit konfidencën, gjithashtu produktivitetin na bën të ndihemi mirë. Pra ka një dallim mes të dyjave. Dhe së fundi, unë doja që t'ju lë me një fjalë të urtë nga mbreti Solomon, si gjithmonë në videot e mia. Dhe ai thotë, shkoni tek milingona o njerëz, vini re zakonet e saj dhe bëhu i urtë. Ajo nuk ka as kryetar, as mbikëqyrës, as zot. E gjen ushqimin në verë dhe mbledh zairen e saj gjatë korrjes. Deri kur o për tac, do të rish duke fjetur, kur do të shkundesh nga gjumi yt, të flesh pak, të dremitosh pak, të rish me duar në i për të çlodhur. Kështu varfëria jote do të vijë si një vjedhës dhe skamja jote si një njeri i armatosur. Zoti ju bekoft, paç një të diel sa më të çlotse pranë familjeve dhe njerëzve të tuaj të dashur, rifreskuese
dhe ju uroj gjithashtu një javë të mbar edhe produktive. Dëgjohemi në videon tjetër, si gjithmonë nëse keni një pyetje rreth zhvillimit personal ose shëndetit mendor, mund të më shkruani në komente.